Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje. Kosova nuk zgjodhi presidentin. Kuvendit i Kosovës mbrëm diskutoi me orë të tëra tër ditën, duke mbajtur gjithë shoqërinë në klimën e një presioni të pazakont publik mbi zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës sipas propozimit të fundit që nxori VV. Gjitha ajo natë mbrëmshme kaloi në fjalimet e pafundme të vetkrejut të vetvendosjes, pastaj pati një përgjigje të atill çfarë pam dhe nga vetë zyrtar të lartë PDK-s, të LDK-s, të vetë kandidatës që u paraqit në mënyrë të pazakontë në ambientet e presidencës me kryeministrin e Kosovës, zonën Sferidur Ushiti, kështu me radhë. Praktikisht fjalimin e tij të mbrëmshëm zoti Kurti tha, Kosova ka president, formalisht nuk ka, sepse kjo opozitë, siç tha, nuk don ta ketë presidentin. Me 63 vota tha, shihet qartë që president Kosova ka. Por gjithë ishin në me dyshën dilema mbrëm nëse Kurti do të rrezikoj të kaloj vijën e kuqe me vullnet plot që ta shkelte ranin kushtetues, gjykimin e gjykatës kushtetuese. Kam ftuar për analizën Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Plasirit jemi së bashku. Në zgjedhje përfundimisht Kosova shkon në afatin prej 45 ditësh tashmë kur vendoset nga ushtuesja e detyrës së presidentit. Është ditur pak a shumë që po vije ky moment, por kishte edhe dilema nëse Kurti do ta kërcënonte vijën e kuqe, atë që mund të quhet shembje e rendit kushtetues. Po nuk do të ishte befasi. Ndoqet me vëmendje. Po me vëmendje, po nuk do të ishte befasi edhe nëse do të ndodhte ajo, sepse Kurti është i njohur për ekzibicione të tilla politike, por megjithatë fatmirësisht nuk ndodhi, do thotë seancat për zgjedhjen e presidentit përfunduan pa bilanc pozitiv për shkak të mungesës korumit të deputetëve dhe duke mos lënë asnjë hapësirë tjetër pas zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme. Tash ato data kur do të mbahen, se do të jetë çështje procedurale ushtruese së detyrës së presidentit në takim me krerët e partive politike, mirë po fatmirësisht në njërin anë, po them, sepse kjo mund të shihet në disa këndvështrime, fatmirësisht çdo gjë përfundoi brenda kuadrit procedural e kushtetues, do thotë, nuk u tekaluan vijat e kuqe, nuk u shkel norma, mendon se nëse shohim me vëmendje dhe analizojmë, ka pasur disa lloj interpretime në këtë drejtim, si një lloj përpjekje për groshtet ose tjera. Unë nuk mendoj që kryeministri Kurti ka pas këtë intencë për groshtet. Ai ka dashur të sillet si dikush që nuk e ka ditur çka po bën, dhe se nëse gjykata kushtetuese kishte vendosur në disfavor të solucionit që ata kanë ndjekur, do ta kishte respektuar pa asnjë më dyshje vendimin, sepse ne kemi parë deri më tani nuk është vetvendosja pavarësisht qëndrimeve kritike që ka pasur ndaj gjykatës kushtetuese. Gjitha vendimet e saj në fund, madje edhe vendimet që pushtetet tjera s'kan mundur t'i zbatojnë, siç është ai për transferimin e prunave të manastirit Deçanit. Bilim ka qenë shumë në këtë drejtim sa i përket veprimeve praktike, politike, lëvizja vendosja ka qenë formacioni me gjuhën më agresive ndaj gjykatës kushtetuese, por është demonstruar më e devotshmja në zbatim të vendimeve të saj. I gjithë kalkulimi këtë që ka mundur të jetë i kryeministit Kurti është që të blej kohë dhe më shumë, do thotë që zgjedhjet të mbahen kur i përshtaten agjendës së tij elektorale. Sepse sikur nëse gjykata kushtetuese po kishte konstatuar që mënyra se si u zgjedh presidenti. Kurti operoi me dy skenar. Me dy skenar. Edhe me skenarën që çoi vendin në zgjedhje atëherë kur në kohë vere. Po, ky ishte dështimi politik i tij. Në një farë mënyrë ishte një lloj më shumë dështim politik. Por që e kishte të një mend qëndrimit që vendin ta çojë në zgjedhje, këto nuk ke dilema fare. Absolutisht jo, sepse nuk ishte i sinqert me ofertën për ta tejkaluar temën e presidentit. Po nuk ishte i sinqert, në përjashtim me përpjekjet e fundit, nëse ai do thotë e përmbylli këtë dramë, do thotë me zotimin para opinionit publik që Albin Kurti s'ka çka të bëj. Diçka më shumë, diçka që unë e kam paralajmëruar nëse të kujtohet në një bashkëbisedim që kemi pasur me 3 janar, kur kam thënë që në fund Kurti do del para qytetarëve të Kosovës, duke u viktimizuar e arsytuar se ai e bëri të pamundur dhe nuk ka çka të bëj më shumë. Ka bërë disa lëvizje taktike, mos harrojmë, Kurti ka bërë disa lëvizje taktike në këtë drejtim, e para do thotë sidomos në momentet e fundit duke i ofruar partive opozitare që ato t'i nominojnë 3 kandidat, dhe të cilët do ta gjenin mbështetjen e
të cilët do ta gjenin mbështetjen e subjektit të tij parlamentar për t'u certifikuar si kandidat potencial dhe me nominimin e Feride Reshidit duke transmetuar mesazhin që ka dalur jashtë petkut partijak që një kandidati për president duhet të votohet nga kuvendi. Fatkeqësia e madhe është se ne, siç kam thënë edhe më herët, bisedat që janë zhvilluar ndërmjet Albin Kurtit dhe dy prej liderëve politik kanë mbetur shumë hermetike dhe ne nuk kemi qasjes edhe për çfarë emra tjerë është biseduar brenda këtyre. Tash ajo që po qarkullon koloareve, mirë po ato janë gjëra të paverifikuara, nuk mund të them me siguri të plot, sepse janë përmendur edhe emra shumë kredibil. Janë përmendur, dëgjoj, thuhet që Kurti ka qenë i pajtimit që edhe për emrin e Muhamedit Kollashit. Dhe nëse opozita nuk ka dëshmuar gatishmëri për një emër të tillë, atëherë Kurti vetëm duhet ta dëshmojë, është i sinqert, ka qenë i sinqert në këtë ofertë, atëherë barra e përgjegjësisë në fjalimin e Kurtit ai tha. Po. Unë propozime, ata refuzime. Kam përmendur emra vetëm sa për të cytur imagjinatën e tyre, do thotë, nëse është e vërtet, pra po them, nëse është e vërtet. Kam përmendur emra sa për të cytur imagjinatën, nuk tha se kishte një mend. Tash kjo duhet dëgjoj. Po që kjo fatkeqësia, po dëgjoj, që kjo është fatkeqësia që ne, do thotë, ato negociata kanë qenë shumë hermetike dhe nuk po e dim konkretisht se çka është biseduar. Jo transparente, se do ta kishim shumë më të lehtë që ka do të binte përgjegjësia për këtë vështirë politik, ta nxjerrin bilanc. Po e supozojmë, po e marrim të mirë qenë që mund të jetë i saktë interpretimi, që po qarkullon koloareve që Kurti ka shprehur gatishmëri që president jetë edhe Muhamedit Kollashi. Si mund të arsituohet opozita që ka qenë kundër këtij nominimi? Një personalitet me një profil të jashtëzakonshëm akademik ndërkombëtar, me një kontribut të jashtëzakonshëm në botën frankofone për mobilizimin e opinionit publik në favor të kauzës së shtetit të Kosovës, nëpërmjet intelektualëve franceze e tjerë nëpërmjet lobimit për çështjen e Kosovës. Dhe opozita në këtë rast nëse ka qenë kundër, do thotë i ka bërë një dëm të madh vendit, sepse opozita do thotë në këtë farë mënyre ka transmetuar mesazhin që nuk është e gatshme që në pozitën e presidentit të jenë personalitete me kredibilitet politik dhe publik. Gjithmonë këto janë hipotetike, ndoshta mund të jenë vetëm spekulime, unë po flas veç ka po qarkullon koloareve, për aq kohë sa nuk kemi informata të dorës parë. Aktualisht informatat të dorës parë që kemi kandidaturën e zonjës Rushiti dhe kandidaturën e lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse ka pasur një mend Kurti, pse nxori Feride Rushitin nuk nxori Muhamedit Kollashin? Po tash nuk e di, mbase ai mund ta hamendësojmë, mund ta hamendësojmë, mbase ai, mbase i për çastin e Kurtit, nëse i kritik për opozitën. Nëse i njëjti s'ka pranuar, ndëgjoni, na çka kemi në opinionin publik? Kemi disa propozime të Kurtit për president. Dhe në fund kemi vetëm një propozim i cili nuk i bën der pozitës së presidentit nga Lidhja Demokratike e Kosovës të zonjës Vjosa Osmani. Sepse absolutisht, Vjosa Osmani është një shkelëse kronike e kushtetutës së Kosovës për shkak të shërbimeve që i ka bërë pushtetit Albin Kurtit. Nuk mund të kritikohet Albin Kurti si shkelës i kushtetutës e të amnistohet Vjosa Osmani. Vjosa Osmani ka shpëtuar nga ky delikt juridik, po e quaj kështu si terma, vetëm fal mburojës politike që ishte bërë Lumir Abdigjiku duke i sabotuar iniciativat e deputetëve për të adresuar në gjykatën kushtetuese. Që në fillim, përkundrazi, karriera e saj politike. Po, përkundrazi karriera e saj politike moti do të kishte përfunduar edhe më keq se sa e Fatmir Sediut. Sepse Fatmir Sediut ka qenë kalkulimi që megjithatë duke e ngrirë të njëjtën pozitë ka kalkuluar që nuk kjo është duke interferuar në pozitën partijake prej pozitës së presidentit. Ndërkohë kjo me vedijet plot nuk i ka ushtruar kompetencat e saj kushtetuese. Prandaj oferta e Lidhjes Demokratike të Kosovës është e diskualifikuar nëpërmjet Vjosa Osmanit që në fillim, është e diskualifikuar që në fillim dhe ato deklarimet e zotit Abdigjiku se nuk ja dha Kurti, po do t'ja jep populli i Kosovës e tjera, mos ato janë deklarime qesharake apo kupton. Domthonë sot Abdigjiku ka rënë në atë drejtë që shpreson që shpëtim për Lidhjen Demokratike të Kosovës është një shkelëse kronike e kushtetutës së Kosovës që në mënyrë të verbër i ka shërbyer interesave të pushtetit të Albin Kurtit. Ta ndjekim Kasolli fjalimin e minutave të fundit të asaj orvatje, nëse mund t'i them, në kuadrën e gjithë dramës së këtyre ditëve, sidomos të ditës djeshme, deri në ora 00 mesnatë, të zotit Kurti. Patjetër. Dhe pastaj kthehemi për ta komentuar atë fjalim se ishte fjalim elektoral, e paraqitit tregimin e tij, rrëfimin e tij për zgjedhja, por kthehemi edhe
diskutojmë pastaj. E nderuara kryetare e Kuvendit dhe një herazi ushtruese e detyrës presidentes, zonja Albulina Haxhiu, të nderuar deputet të Kuvendit, kolegë nga qeveria, sot janë mbushur 4 muaj nga zgjedhjet e fundit në Kosovë, pra jo 4 vjet, 4 muaj. Dhe ja ku jemi në një seancë e cila bojkotohet nga opozita. Vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve duan sërish zgjedhje. Ata janë të vetëdijshëm që zgjedhjet nuk janë zgjidhje, ata nuk duan përgjegjësi, nuk duan pushtet, por dëshirojnë që këtë të mos e kemi as ne. Veç se për këtë nuk vendosin ata, vendos populli i Kosovës, i cili gjithnjë më shumë na ka mbështetur neve në përputhje me realizimin e zotimeve tona dhe me përmirësimin e situatës së tij, edhe në aspektin socioekonomik, edhe në atë të sigurisë. Pra pas një qeverisje 5 vjeçare, është rritur mbështetja për neve. Është vështirë të gjendet ndokun tjetër një qeveri e cila ka kaluar në për kriza të shumë fishta, prej pandemisë COVID-19, pastaj të kriza e inflacionit dhe energjisë, mandej edhe tek sulmet e vazhdueshme të Serbisë, e ka dalë fitimtare në të gjitha rrafshet e në fund ka marrë mbështetje edhe më të madhe popullore. Dhe çdo herë kështu do të jetë. Ne do të jemi pranë popullit për ta, duke i shërbyer me devotshmëri, me krejt çfarë dime mundemi, me profesionalizëm, me integritet dhe mbështetja për neve vetëm sa do të rritet. Por demokracia don edhe institucione, nuk don vetëm vullnet të qytetarëve, nuk don vetëm mbështetje për politikan e partitë caktuara. Dhe këtu është sjellja jo shtetërore e anti-institucionale e opozitës aktuale. Ata nuk mund ta zhbëjnë vullnetin e popullit, por ata nuk e respektojnë atë dhe përpiqen që të mos marrë formë institucionale ky vullnet. Në vitin e kaluar ishte pengesa për të zgjedhur kryetaria e Kuvendit dhe më pas qeveria, e me qenë se pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit nuk e ndaluan dot këtë gjë, tash janë kapur te çështja e zgjedhjes së presidentit. Ne kemi qenë jashtëzakonisht gjeneroz në ofertat tona. Lidhjes Demokratike të Kosovës i kemi ofruar zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës tazëm për kreun e tyre, i cili ka prafërsisht gjysmën e votave të kryetarës Kuvendit, të gruas më të votuar. Dhe plus 3 ministri tjera. Gjithsej pra zëvendës kryeministri dhe 4 ministri, pa pasur nevojë fare kjo qeveri për ta. Ky është gjenerozitet, sepse nuk kemi kërkuar vot për Glau Konjufcën ose për Fatmire Mulhaxha Kolçakun, por kemi kërkuar vetëm vot. Ta respektojnë vetë vetën, duke kryer obligimin kushtetues si deputet përfaqësues të popullit që janë. Pra i kemi marrë në qeveri me zotim të qartë nga subjekti jonë, pavarësisht se nuk na nevojitën, vetëm që ata ta kryejnë obligimin e tyre kushtetues dhe ta respektojnë vetë vetën e tyre. Dhe unë kam qenë i gatshëm. Vetëm 2 shkronja të kryetarit të LDK-s kanë mjaftuar. Po, do të bëhej më njëherë. Madje edhe në një situatë kur sërish nuk e dinim a do të mund ta zgjedhim presidentin. Për shkak se edhe bashkë me LDK-n jemi në prag të këtij numrit prej 80 deputetëve. 79, 80, 81, që e bën shumë të vështirë garancinë për të zgjedhur presidentin.
vazhdimisht na thuaj që nuk mund t'i keni të 3 pozitat. Pra, nuk është çështja që ta marrin zëvendës kryeministrin e 4 ministri. Çështja është që nuk dëshironin që lëvizja vetëvendosje, pa çka se i ka fituar zgjedhjet me 51.1%, t'i ketë të 3 pozitat e larta shtetërore. Edhe kësaj ja kemi gjetur zgjidhjen. Edhe ky jo problem, edhe kjo vështirësi në sytë e tyre e pati i laçin tek ne. Tham po e bëjmë rokadën. Nën kryetari juaj ose kryetari juaj le të bëhet kryetar kuvendi e Albulena Haxhiu bëhet nën kryetari kuvendit. Than nuk e pranojmë, sepse ju e deshkeni presidentin me çdo kusht. Pra kur mendonim që ne nuk do ta afrojmë asnjërin prej 3 pozitave kryesore, kërkonin që të mos i kemi 3 pozitat kryesore, e kur ne hoqëm dorë që të kemi të 3 pozitat kryesore, atëherë than, jo, po ju nuk bën ta keni presidentin. Njësoj edhe PDK-ja. I ofruam rokadën midis nënkryetares aktuale Qitaku ose kryetari i tyre Hamza të bëhet kryetar kuvendi e Albulena të bëhet nënkryetare, e refuzuan. Nuk e pranuan as këtë gjë. Ndërkohë që refuzon në takimet, pa çka se neve na patën thënë që kur të vijë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese do të mund takohemi, pasi që pritej aktgjykimi i gjykatës kushtetuese lidhur me dekretin presidencial, i cili ishte një orvatje për ta shpërndar në mënyrë jo kushtetuese kuvendin e Republikës, përkatësisht legjislaturën e 10. Nuk pranuan as rokad për brenda kryesisë kuvendit, nuk pranuan as poste qeveritare, sepse realisht nuk kishin kërkesa për vete. Kishin inat për neve. Kishin mlef ndaj neve. Por këto nuk janë probleme që unë mund t'i shëroj. Atë që së ka dhënë populli, s'ua japim dot ne. Ndërkohë që në fakt nuk kërkonin asgjë. Kërkonin që neve popullit mos na jap atë që tashmë kishte ndodhur. Mbështetja masive, fitoria rekord për neve. Dhe sot që jemi këtu, janë 9 parti politike të praneshme. 4 parti politike i kene jashtë. PDK, LDK, AK edhe Lista Sërbe. A na jemi 9 parti politike këtu. Na jemi shumica e kuvendit. Ata po dëshirojnë të shantazhojnë si pakisë që janë. Të kërcënojnë. Janë 4 parti politike, të cilat, siç e tha dhe Ministri i Financave, të gjithë vijnë këtu kur duhet pengohet qytetari. Të pengohet qytetari që të ketë president Republikës, ose të pengohet qytetari që të ketë 200 milion euro në pakon e përballjes me inflacionin 2.0 përkatësisht në rishikimin e buxhetit 2026. Mbushen këto ulse kur duhet të pengohet qytetari, me votë aktive. Dhe kur duhet të pengohet qytetari që të ketë president, zbrazën këto ulse. Çka po kërkon opozita realisht, të dashur deputet? Opozita po thotë kështu: ose populli le të na hiqë krejt prej kuvendit, ose duhet me na dashur me zor. Veç këto dy mundësi janë. Se ata janë thellësisht pa kënaqur me numrin e deputetëve që kanë. Praktikisht LDK-ja po thot, i kam 15 deputet, po s'm vijnë kurrë. PDK-ja po thot, i kam 22 deputet, po s'm vijnë kurrë. Se tash ju pedeni, 22 plus 15 bojnë 37, e na 57. E na 66. Këtë s'po mund ta kapërdin mendërisht. Dhe çfarë po i thonë qytetarëve? Po shkojmë prapë në zgjedhje, sepse ose na nxjerrni pi kuvendit, pra prej politikës komplet, ose duhet me na dashur me zor. Kjo është zgjedhja që do të ketë para vetës populli i Kosovës së shpejti. Por ky bllokim që shohim ne sonte, që e tha dhe kryetarja, nuk është i ri. Është bllokimi i vitit kaluar. Këto janë subjekte të së kaluarës. Janë subjekte të zanatit vjetër. Subjekte të
mplakura, lodhra e dërmuara, të cilët po përpiqen që karakterin e tyre ta bartin edhe në popull, duke i pamundsuar funksionimin demokratik të institucioneve. Dhe ajo çfarë qartazi i ka brengosur më së shumti është fakti që kur na u tha që ne e dashkemi presidentin gjithsesi për vete, Glau Kënjufca, Fatmire Mulhaxha Kolçaku u tërhoqën. Dhe erdhi Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha. Dhe u organizua votimi. Dhe Feride Rushiti 63 vota. Pra, Republika e Kosovës praktikisht e ka president. Ajo çfarë s'ka, nuk e ka konstruktivitetin elementar të opozitës për këtë gjë. 63 vota, Kosova ka president. Feride Rushiti është e gatshme dhe gatishmëria e saj është nder për Republikën e Kosovës dhe për neve si përfaqësues, si politikan, si deputet e si qeveri. Unë e falenderoj doktoreshën Feride Rushiti që si lidere e shoqërisë civile ka pranuar të kandidohet. Dhe unë ju falenderoj gjithë juve për mbështetjen që ja keni dhënë dhe 63 vota që tregojnë se Kosova mund të ketë presidentit re. Por, të nderuar deputet, Kosova për të pasur presidentit re duhet të ketë opozitë re. Opozita është e vjedhër. Kjo opozit mundet me sjellë në ftyrë të re, por zanatin e karakterin e ka të vjedhër. Prandaj edhe janë në rëmje të lirë. Janë duke rënë vazhdimisht në për ciklet elektorale. Sa ma shumë që mohën zgjedhje, aq ma poshtë po shkojnë. Dhe asnjë mësim nuk po e nxjerrin. Për besë do të ishin qesharak, sikur të mos ishin të gjorë. Kjo të ishte një komedi e bukur, sikur mos të ishte gjithë ky mjerim politik. Po edhe mjerimi politik në fund nuk është ndonjë e zezë e pakapërsyeshme. Ajo çfarë e bën të pafalshme, e rrjedhimisht pakapërsyeshme, janë ato dhjetra miliona euro që i humb Kosova për shkak se duhet të organizojë zgjedhje të panevojshme dhe për shkak se si bën dot reformat dhe nuk merr mbështetjen financiare nga bashkësia ndërkombëtare, për cilën kemi aq shumë nevojë e që besa edhe të drejtë dhe e meritojmë. Ky është problemi që e kemi me destruktivitetin e opozitës. Sepse çështjet e imazhit e të shijes edhe të i kalohen. Edhe të qeshurat e mjerimet ka përcehen. Mirë po, koha e humbur dhe parat e shkuara dëm janë të pakthyeshme. Prandaj qytetarët e Republikës do ta kenë shumë parasysh këtë situatë në të cilën ka deputet totalisht papërgjegjshëm për popullin e Kosovës dhe Republikën tonë. Ne aktualisht kemi më shumë pushtet se sa sonte ta kishim edhe formalisht Feride Rushitin presidentit Republikës. Unë jam kryeministri i Republikës, Albulena Agjiu është kryetare e Kuvendit, Albulena Agjiu është ushtruese e detyrës presidentes, pra të tri pozitat ne i kemi. Ata thonë se kjo është e papranueshme për ta, në ndërkohë që ata na kanë vullos neve në të tri pozitat. Me zgjedhjen e Feride Rushitit, presidentit Republikës, vetëvendosja ka më pak pushtet, jo më shumë pushtet. Sepse liderja e shoqërisë civile bëhet presidente, të cilën, siç e dini ju, e kanë lavdruar shumë herë shumë deputet të opozitës, e në veçanti Hykmete Bajrami e Vlora Qitaku. E kanë lavdruar
Feridë Rushitin dhe tash kërkojnë madje që ajo ta bëjë edhe tërheqjen e kandidaturës për presidente. Merrni me mend iracionaliteti, pa logjikshmëria e tyre, sa poshtë ka rënë dhe sa e pa shpresë është. Ne kërkuam prej tyre paraprakisht që të na i sjellin 3 kandidat, PDK e LDK, që së bashku mund ta sjellin realisht veç një kandidat. Por le t'i sjellin 3, ku ata propozojnë e na mbështesin. U refuzua. Prej refuzimit të kandidatëve konsenzual e deri tek kandidatja Feride Rushiti, ne propozojmë, ata refuzojnë. Dhe krejt në fund, unë bisedova edhe me profesoreshën Hatigje Hoxha, nga e cila kërkova një përpjekje të fundit që ajo të tërhiqet nga kandidatura dhe ju të nderuar deputet të mund të jepni votat në nënshkrimet përkatësisht, e mandej edhe votat, por 2 kandidat që do t'i kemi, ku njëri nuk do t'ishte më Hatigje Hoxha, po bashkë me Feride Rushitin do t'ishte një kandidat i LDK-s. Ju e dini që ata i kanë 15 deputet, 15 vota, 15 nënshkrime në rastin më të mirë, dhe këtyre do të mund t'ja bashkangjetshim edhe aq sa i nevojitën, për shembull 15, dhe nuk do të kishte sërish asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, veçse nga shoqëria civile dhe nga LDK-ja. Ju e pat që kryetari i tyre as nuk denjoj t'ja përgjigje. Njësoj siç nuk më shpërgjigjur as kur i kam shkruar mbrëm. Është një lloj mbyllje. Është një lloj vetmjaftueshmërie të çuditshme, e cila veç shërbim publik nuk është. Dhe tash ndodhemi në këtë pikë, në të cilën natyrisht ne s'kemi se çfarë bëjmë më shumë. I kemi provuar që të gjitha. Nuk mund ta gjeni një subjekt politik më gjeneroz se sa subjekti ynë, vetëvendosja me partnerët e saj, Guxo dhe Alternativa, dhe me partitë e respektuara të pakicave, me të cilët bashkë e krijojmë mazhorancën prej 66 deputetëve. Ne këto oferta i kemi bërë së pari në takime, në komunikime e më pastaj edhe publik. Gjithçka dihet, por ajo që më së shumti është kuptuar është se nuk ka vuajtur opozita kosovare nga ofertat e mazhorancës, po përkundrazi nga mungesa e vullnetit saj për çfarëdo bashkëpunimi për të mirën e përgjithshme dhe për funksionimin e institucioneve. Më lejoni që në fund unë t'ju falenderojmë të gjithë juve, sepse qëndrueshmëria juaj, përgjegjësia juaj ka dëshmuar se ju jeni tamam siç e keni funksionin, deputet të Republikës së Kosovës. Me keqardhje nuk mund them për ata tjerët një gjë të ngjajshme, por shpresoj e besoj që votuesit e tyre këtë mungesë të tyre do ta shndërrojnë në një mungesë të përhershme, ashtu që ata të mos kenë më nevojë të bojkotojnë, sepse nuk do të munden as të vinë këtu e ta keq përdorin ulsen duke e lënë atë të zbrazët në vend se të jetë zëri i qytetarëve që kanë sakrifikuar shumë, që punojnë ndershëm dhe kontribuojnë aq shumë për Republikën e Kosovës si buxhet, si zhvillim ekonomik e si përparim i gjithëmbarshëm shoqëror. Edhe një herë faleminderit të gjithëve. Ishte fjalimi i kryeministit të Republikës Kosovës, sepse në ato minuta ende ishte kryeministër, zotit Kurti. Tani është kryeministër në
Ende, edhe pak kryeministrin detyrë. Kryeministër në detyrë. Po kemi paralajmëruar, ne do të kemi veç kryeministrin detyrë, një kohë gjatë, kemi thënë do të kemi president në detyrë, kryeministër në detyrë dhe funksionet tjera francishtme shtetërore në çdo gjë po shkohet me ushtrues detyre. Po ja, ndëgjorit. Çka veçoni në fjalimin e zotit Kurti? Ndëgjorit, Azheri, do thotë në këtë fjalim Azheri nga fronti i perëndimit, po shpreh në mënyrë metaforike letrare, do thotë ripërsëritje e të njëjtave skema që tentojnë ta paraqet veten si një lider i cili e dha maksimumin në mënyrë që vendit mos shkojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, por për shkak të një komploti për shkak të komplotit opozitar, mosgadishmërisë tyre, do thotë vendi po përballet qytetarët e Kosovës do të detyrohen të torturohen edhe një herë të dalin në kotitë e votimit. Do thotë ajo ka qenë diçka e pritur, siç thashun në fillim të emisionit, veç që kanë parapar edhe gjuhën politike, më duket se e ke shkuazu gjuhën tonë politike dhe po e përdori dietë, do sepse nuk është e rastishme. Sipas jush mund të ketë shpëtuar zotit Kurti për të dukur si favor ose si mbështetje nëse mund ta them për rrëfimin opozitar. Ishin fjalit nëse më lejon. Nuk mund t'i shëroj menderisht. Skandaloze. Nuk mund t'i shëroj menderisht. Skandaloze. Ishte një fjali e tillë. Sa herë po dalim në zgjedhje, po dëshmohet që 5 vite ne po rritemi, edhe në këto zgjedhje do të rritemi. Ishte fjalia tjetër që opozita po sillet me mendësi të plakur të bllokadës e kështu me radhë. Praktikisht ta Kosova ka president me 63 vota, por kjo opozitë s'pona pat nonca viktimizimi ka sonë. Absolutisht, këtë fjalimi ishte i ndërtuar në funksion të kësaj agjende, do thotë, siç edhe ka bërë që një vit e gjysmë, prej kur ka filluar bllokada e madhe, sepse kam thënë unë edhe në këtë studio, ne jemi brenda të njëjtit cikël të bllokadës, veç se po ndrojnë termat dhe referencat e saj, bllokada prej kur ka filluar me 9 shkurt vitit kaluar, jemi edhe të na vazhdoj kohë të gjatë, do thotë ky proces i bllokadës, gjithë përpjekja e tij, do thotë maksimale është se edhe ndëgjoj, ajo që vrejet me vëmendje, Kurti shumë pak ka komunikuar realisht me subjektet opozitare, ka komunikuar me publikun, me qëllimi i tij kryesor ka qenë se si ta transmetoj mesazhin mbi pozicionin e tij të palakmueshëm publik që është peng i subjekteve opozitare dhe që i duhet një mbështetje edhe më e madhe e publikut në mënyrë që të çlirohet nga kthetrat e kësaj opozite. Këtu është mesazhi kryesori i ku e tha, madje e tha në mënyrë tërthorëse edhe 2 ditë më herët që vetëm nëse i marr 80 deputet, sepse përndryshe do të përsëritet e njëjta skemë, i njëjti cikël i bllokadës. Kjo është motivi kryesor, ndërkohë ato kualifikime të smur menderisht e sen, padyshim që nuk i takoj një kryeministri, sepse ai nuk është në rolin e psikiatrit aty, betejë e tij duhet të jetë vetëm politike, nuk guxon të dalë jashtë këtyre temave. Nuk mund të shëroj. Mirë po, ne tash jemi të mësuar me këtë lloj retorike politike që vjen nga gjitha kampet në një farë mënyrë, nuk është diçka befasi, është fatkeqësi që operohet me terma të këtill psikiatrik, do thotë në diskualifikimin e kundërshtarit, unë pash madje fatkeqësisht në një emision mbrëm edhe një përpjekje për të diskualifikuar 2 prej kandidatëve të lëvizjesve vendosje për presidente me nuanca të racizmit, edhe nga një gazetar i njohur, ishte zoti Baton Haxhiu, i cili tha, po ku mund bëhet në presidente 2 gra që kanë emrin Hatigje dhe Feride. Është gabueshme. Sepse unë asnjëherë nuk kam dëgjuar që i njëjti thotë që president nuk mund të jetë dikush që ka emrin Hashim, apo kryeminist dikush që ka emrin Nis, apo dikush që ka emrin Ramush. Cili dallon emri i këtyre liderëve, ku dallon emri i këtyre liderëve politik ndërmjet Hatigje edhe Feride? Pra tash një gazetar i cili bie pre kësaj gjuhe raciste tregon për kulturën edhe për gjuhën intoksuese e cila ka depërtuar në diskursin tonë publik. Do thotë i cila duhet të kritikohet se nga cila do pale përdoret në këtë drejtim. Kështu që në fund, domethënë summa summarum ne po do thotë Albin Kurti ta përmbyll rrëfimin e tij që mbi 1 vjet është viktim, është i bllokuar dhe tash me 2 tema të mëdha, siç kam thënë. Habitshme ka solli 51.1% dhe gjithë drama e tërditës së djeshme deri në mesnatë përfundoi me orvatje teatrale për t'i dhënë vendit një zgjidhje të thjeshtë të ta zgjidhë presidentin.
të krizës kurte kishte paralajmëruar që në natën e ndrimit të motëve, në intervistën për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press. Prioritetet kishte renditur. Certifikimi I para I kuvendit pas zgjedhjeve, buxheti, qeveria, pastaj tema presidentit. Dëgjorit, ne Ose me një renditje tjetër, por unë në fund më është dukur, në fund kam dashur të shpresoj që mbase mund të gjendet ndonjë zgjidhje në një mesadiune para 2 emisioneve, duke parë që kishte një intensifikim të përpjekjeve për marrëveshje politike, përndryshe gjatë gjithë kohës ti e din, unë kam qenë skeptik se do të kemi president, madje para se Kurtit paralajmëronte se do të kemi 2 pol zgjedhje këtë vit, nëse të kujtohet, unë kam thënë që jo vetëm zgjedhje që do të na imponohen pas dështimit të pas këtij dështimi, por sipas gjitha gjasave do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare diku edhe nga fundi I vjeshtës e nga fillimi I dimrit. Sepse shihet qartë kultura politike do të raportet se si qëndrojnë ndërmjet subjekteve politike po e pamundsojnë marrëveshjen ndërmjet një mosbesim të jashtëzakonshëm. Një mosbesim nuk I beson asnjëri as tjetrit. Një mosbesim të jashtëzakonshëm nga një eksperiencë traumatike. Absolutisht. Kryesisht e ka lidhja demokratike e Kosovës. Po të gjitha me gjitha rrida ka. Të gjitha subjektet, pse edhe LDK-ja është e qartë ndërmjet 2 opsione. Mos harro, një pjesë e LDK-s anon ka bashkëpunimi me lëvizjen vetvendosje, një pjesë anon nga bashkëpunimi me subjektet e tjera parlamentare. Për shkak të këtyre përvojave jo të mira që kanë, edhe përvojave personale që kanë. Dhe kjo po e penalizon edhe po e pengon madje edhe mundësinë e ndërtimit të një fronti të përbashkët opozitor. Në anën tjetër, edhe 2 prej subjekteve kryesore opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike nuk janë komod as në bashkëpunim me Ramosh Haradinajn për shkak të përvojave të vitit 2015 e në vitin 2017, gjë që s'është komod as kryeministri Kurti në një lloj bashkëpunimi eventual me zotin Haradinajn. Pra as shumë është thelluar, do thotë, të gjitha urat e komunikimit, të gjitha urat e mirëbesimit ndërmjet këtyre, dhe kjo është krizë e madhe, krizë totale e mosbesimit dhe mirëkuptimit politik. Mos harrorit, zgjedhjet në Kosovë ishin mbajtur para zgjedhjeve parlamentare në Gjermani. Do të nesër tash u mbajtën zgjedhjet në Gjermani, brenda një afati rekord u krijuan institucionet, u tha çka u thanë fushat, Partia Demokristjane me Partinë Social-Demokrati I dhanë vendit institucione, tash se si janë duke drejtuar Gjermaninë, që nuk është temë imja, por brenda një afati rekord u ndërtuan institucionet, ndërkohë ne I mbajtëm zgjedhjet parlamentare pas zgjedhjeve parlamentare në Gjermani. U krijuar institucionet, u shembën përsëri institucionet, e do të krijohen, do të shemben, do të jemi brenda këtij cikli. A mund ta di një qytetar I thjesht që nuk mund të mos militoj, të gravitoj në habitatin e njërës apo tjetërës parti me tifozllokun e atill që jemi mësuar ta shohim pase. Pse veni po shkon zgjedhje? Shkur me pak fjalë. është arsye sherri që plasi midis 2 figura politike. Quhen Albin Kurti dhe Vjosa Osmani për ju? A do të mund të, po të kishte Kurti vullnet të zgjidhej Vjosa Osmani presidenti? Po, unë besoj që po. Tash nuk e di si do të reagonin komplet Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse në fakt ne kemi deklarime edhe zyrtare të zotit Hoti, dje hiç më larg, nuk du ta votoj, tha Vjosa Osmanin për presidente. Do të ishte deklarim Cili realitet për ju do të ishte dje në kuvend Kosovës, po të ishte Vjosa Osmani kandidate për presidente, propozuar nga Kurti? Unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës në mas të madhe, 90% do të ishte solidare me kërkesën me nominimin e zonjës Osmani, po jo 100%. Sepse unë du t'i besoj deklarimit autentik të zotit Hoti që tha... A do të kishim zgjedhje të jashtëzakonshme sipas ju, duke ditur qëndrimin e AK-s, një qëndrim jo shumë plotësisht edhe të PDK-s. Edhe të PDK-s. Unë dyshoj që do të kalonte Vjosa Osmani, pa votat e listës serbe. Edhe për shkak sepse edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk ka qenë qartë, ka bërë ditur kohë pas kohë që nuk e mbështet Vjosa Osmanin për presidentin. Njëjtën gjë ka bërë edhe Alianca për ardhmërinë e Kosovës. Shtoi edhe fragmentarizimin e brendshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo mbase do t'i afrohej, nëse vetë Vjosa Osmani ka thënë që I ka pas të siguruara 80 vota, mbase do t'i afrohej atyre, por nuk jam I sigurt që do t'i gëzonte
votat për presidente, po, për votat për Korum, se votat për presidentin e i pom që i siguroj edhe Feride Rushiti, por për Korum i cili do ta bënte legjitim gjithë procedurën e zgjedhjes së kryetarit të Edhe vendit. deputat saktuar të PDK-s janë deklaruar se nuk e dëshirojnë skenarin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe mbase edhe mund të qëndron në sallë për zonën Vjosa Osmani. Nuk e dim, unë po flas si qendrim partijak. Po, unë po flas si qendrim partijak. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë sinjale që e mbështet Vjosa Osmanin. Dhe sinjale si qendrim zyrtar tash në prapasken mbasi individ të cilët i friksohen edhe një herë betejës elektorale se mund t'i humbin privilegjet e deputetit. A do të bëhej zonja Osmani presidente mirëfilli po të donte zoti Kurti, sipas jush? Ndëgjorit, unë personalisht Vjosa Osmani do thotë me gjatë mandatit të kaluar nuk ka dhënë shenja që është një presidente që i ka shërbyer interesave të Kosovës. Ajo tjetër gjë. Ajo do të mund, mbase do të mund ta siguronte. A do ta kishim këtë situatë ankthi, krize të sotme, po të donte zoti Kurti që temë të shmangi nga rendi i ditës. Jo vetëm zoti Osmani, ka pasur edhe janë mundur të gjenden edhe kandidat tjerë. Unë besoj që po të kishte vullnet. Ka personalitete. Për këtë arsye unë po kërkoj. Publikisht që të bëhen publike të gjitha bisedat që janë zhvilluar ndërmjet Albin Kurtit, Bedri Hamzës edhe Lumer Abdigjikut. Sepse vetëm këtë mënyrë ne do ta kemi të qartë mbase ka ta orientojmë përgjegjësinë kryesore për këtë dështim që i ndodhi vendit. Se nëse është vërtet që është biseduar për personalitete me kredibilitet të jashtëzakonshëm dhe subjektet politike parlamentare nuk kanë pasur vullnet të mbështesin ata, mesazhi është shumë negativ. A di cili është mesazhi? Se të njëjtit nuk dojnë institucione publike persona që dalin jashtë filtrit partijak dhe që kanë pavarësi dhe autonomi dhe kredibilitet të mirëfillt publik akademike njerëzor. Kështu është edhe me Feride Rushitin që ndodhin. I pam dhe aty unë në këtë rast pajtohem me kritikën e kryeministrit të Kurti. Ne i pam nuk ka shumë kohë shumë gratë të subjekteve opozitare duke vrapuar për të bërë fotografi me të. A lujti lojën mirë dhe Feride Rushit në raport me gjithë procesin? Ndëgjo. A u ekspozua nda një skenari që mund ta konkludonte edhe manipulimin e saj? Ndëgjo, unë ajo që unë them. Duke ditur që situata ishte, unë mbase për veti, po t'isha në pozicionin e saj, po ta shumë po flas për veti, për pozicion, mbase nuk do të kisha pranuar të nominohesha. Nuk do të kisha pranuar, për shkak se pamarrëveshje politike, pamarrëveshje para prakët së paku ndërmjet dy subjekteve kryesore politike. Mirë, pa ajo që unë du të them është dikun tjetër, që nëse shumica e grave të subjekteve opozitare kanë vrapuar e kanë garuar për të bërë fotografi qasti me Feride Rushitin dhe të krenohen me punën e saj, pse ta shenjeta s'bën për presidente? Pra dikush të cilët këto e kanë vlerësuar në maksimum punën e saj dhe kjo flet shumë për mentalitetin e këtyre grave, që çdo gjë tentojnë ta shndrojnë në fotografi qasti dhe në reklam politike për veti. Po jo për të sepse nëse puna e saj qen ka idenë, nëse ne duhet krenohemi me biografinë e saj politike, atëherë pse e njëjta e cila gjithë karrierën e saj politike e ka ndërtuar mbi një kauz humaniste, si brenda natës u shëndruar në instrument politik të Albin Kurtit. Pra dhe kjo është një pyetje që je kritik edhe ndaj saj, pse pranoj mbase të hyjë në edhe ajo pse pranoj në këtë valle në terrenin të kontaminuar, në një terren totalisht të kontaminuar politik, të rrezikut të shkeljeve kushtetuese. Të shkeljeve kushtetuese në një terren të kontaminuar politik, por kritik po ashtu, sepse mu krijohet përshtypja që gjitha këto deputete gra të subjekteve opozitare që i kanë mbushur rrjetet e tyre sociale në mënyrë të vazhdueshme me Feride Rushitin duke e glorifikuar humanizmin e saj, tash e njëjta nuk bën për presidente. Ajo bën që të bëhet fotografi me të, që të shndrohet në reklam për këto deputete, por tash nuk bën që të jetë përfaqësuese e një institucioni. Pra dhe kjo flet për hipokrizinë e subjekteve opozitare. Njashtu siç flet edhe qasja për hipokrizinë e kryeministit Kurti, pse ka shkuar me këtë emër pa u konsultuar paraprakisht me subjektet opozitare, të shdalën hile pas hile dhe para se e njëjta të nominohet, të dilet të spjegohet para opinionit publik, që u ka propozuar emrin e Feride Rushitit,
subjekteve të caktuara, por që të njëjtat në mënyrë kategorike si që ka formulimin na propozim e ata refuzim kështu. Në këtë drejtim ta ndjekim edhe para se të shkojmë te zonja Rushitje, e cila mbajti një konferencë në ambientet e presidencës së Republikës së Kosovës, base sipas njësve pa zakon, base duke shkelur edhe protokollin shtetëror bashkë me zotin Kurti aty, por e habitshme ishte se si u duken edhe zoti Kurti dhe ajo në një konferencë, ta ndjekim dhe pyetjet që patën gazetarët, dhe ato pyetje nuk ushtruan të gjitha në orët pas mesnatë. Ta ndjekim dhe kthehemi. Nderuar gazetar, të dashur qytetar, dua t'ju njoftoj se kam pranuar propozimin për kandidate si presidente e vendit, me bindjen se jam një figurë e cila është unifikuese, përfaqëson shoqërinë civile dhe mund ta ndihmoj vendin ta tejkaloj ngërshin aktual politik, por njëkohësisht edhe ta nxjisë dialogun në mes partive politike. Kërkesa për presidentin e vendit më ka ardhur nga shumë qytetarë, nga anëtarët e shoqërisë civile, nga mbijetuarit e dhunës seksuale, nga viktimat e luftës, e së fundi, po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar, dua ta përmend, dhe së fundi nga kryeministri Kurti. Duke menduar që dalja ime në skenë paraqet një figurë unifikuese, një figurë e cila në historinë e saj ka kontribuar në kauza të cilat i kanë kontribuar vendit. Pas diskutimit të gjatë me kryeministrin, e kam marrë këtë përgjegjësi me bindje të plotë se do jem një nga kandidatet e cila është kërkuar jo vetëm nga qeverisja Kurti, po edhe nga partitë opozitare, të jem person plotësisht i pambarur, jo politik, jo partijak dhe nga shoqëria civile. Pranova me marrë këtë post për me të kalu edhe vetën për hir një qëllimi të madh, stabilizimin e institucioneve dhe ecjen e Kosovës përpara. Dua t'ju bëj të qartë se ky kandidim nuk ka qenë ambicie as aspirat për pozicion e as për pushtet. Ka qenë vetëm një përpjekje sinqert, një kontribut për vendin tim, si person jo partijak që t'jep mundësi zgjedhjes së ngërshit politik që aktualisht po e kalon vendin. Bashkëpunimin me politikan dhe me partitë politike e kam nisë që nga viti 99. Dhe gjatë këtyre viteve kam bashkëpunuar me gjitha forcat politike, me gjithë liderët politik, qoftë në pushtet, qoftë kur kanë qenë në opozitë. Gjithmonë e kam pas një parimbas, i kam mbrojt interesat e qytetarëve, e kategorive më të dëmtuara nga shoqëria jonë, vetëm e vetëm që kauzën të cilën unë e kam përfaqësuar me ecur para. Për 30 vjet kam dëshmuar që kauzën që kam përfaqësuar, lëvizjet, zhvillimet, ndryshimet i kam bërë edhe pa qenë pjesë e partive politike. Por gjithmonë kam besuar që edhe liderët politik, kur vendi ndodhet përballë sfidave të tilla, duhet të jenë të gatshëm ta tejkalojnë vetveten, pozicionet e tyre dhe interesat e ngushta për hir të qytetarëve dhe për hir të ardhmës së vendit. Që nga viti 99 kam kontribuar edhe në proceset e shtetformimit, duke qenë zë i vetëm i Këshillit të Përkohshëm Administrativ. Ashtu ka qenë edhe angazhimi im i hershëm në vitin 2003, duke i bashkuar në atë kohë 3 liderët historik, presidentin Rugova, kryeparlamentarin Daci, ministrin Bayram Recepin, për ta nënshkruar deklaratën për njohjen dhe zbatimin e konventit së OKB-s kundër torturës, një zotim i institucioneve të Kosovës që deklaron të qartë se po ndërtojmë institucione që promovojnë të drejtat e njerëzit dhe parandalojnë torturën. Ky përkushtim ka vazhduar ndër vite në bashkëpunim edhe me udhëheqës të tjerë të kohës, duke filluar nga presidenti Fatmir Sejdiu, nga kryeministri dhe presidenti Thaçi, pastaj me kryeministrin Isa Mustafa, pastaj me kryeministrin Ramush Haradinaj. Kam vazhduar bashkëpunimin tim edhe me presidenten Jai Haga. Bashkëpunimin tim e kam vazhduar po ashtu edhe me presidenten Vjosa Osmani dhe aktualisht e vazhdoj bashkëpunimin edhe me kryeministrin Kurti dhe kryeparlamentaren Haxhiu, gjithmonë në interes të qytetarëve.
Prandaj, ky rrugtim imi, i cili ka vazhduar dje realisht, me qëllimin më të mirë të mundshëm për me nxjerrë vendit për kësaj krize aktuale që po ballafaqohet, përfundon sot me një reflektim të thellë dhe me një përgjegjësi të plotë ndaj vendit, duke uruar që zgjedhjet të sjellin stabilitet institucional në të ardhmen. Unë ju falenderoj gjithëve që na keni ndjek deri në këto orë të vona. Zonja Rushiti, Burim Zariqi, gazetar për Radio Televizionin 21. Gjatë ditës, partitë opozitare konkretisht PDK ju kishte bërë thirrje juve që të tërhiqeni nga gara, për shkak që ata thanë se ju një farforme po manipuloheni, po përfshiheni në kalkulime politike nga partia në pushtet, në këtë rast Viki Kurti. A e keni ndje jo se jeni në mesin e kalkulimeve politike këtë presion? Dhe e dyta, keni pas ndërkohë komunikim me partitë opozitare për të i bindur që të votojnë për juve si presidente? Asnjë moment nuk e kam ndjerë që jam pjesë e kalkulime, po ta kisha ndjerë do isha sot para juve këtu. Thjesht, unë kam zgjedhë momentin e fundit. Pasi e kam parë që janë konsumu gjitha mundësitë e mundshme edhe propozimet që janë bërë nga qeverisja Kurti. Prandaj edhe kur jam ulur me bashkëbisedu edhe mbas shumë kërkesa që kam bërë edhe nga qytetarët, edhe nga partnerët ndërkombëtar, edhe nga kauza, edhe mbijetumit që unë i përfaqësoj, jam ulë edhe kam pa veten që unë mund të jem person unifikues për faktin se kam bashkëpunuar me gjithë qeveritarët e mëhershëm, siç i përmenda edhe president, edhe kryeministrat e kam menduar që unë do jem një figurë unifikuese dhe vota e tyre s'do mungojnë në parlament. Ramzhila, mund ta tregoni nëse keni biseduar edhe me kryeministrin Kurti, a do të jeni në listën e lëvizjes vendosje tash si kandidate potenciale për presidentin Ramarisht? Unë përfaqësoj një organizatë, ju gjithë si media e dini, na keni ndjek në rrugtimin tonë 30 vjeçar, quhet Qendra Kosovare për Rehabilitim, adresa ime do ta vazhdoj atje. Unë e bëra këtë lëvizje vetëm e vetëm, mi kontribu vendit me dal nga ky gërsh politik. Si qytetare e Kosovës, që punoj me shtresat më të dëmtuara të shoqërisë tonë, e mendova që kjo është një zgjedhje e mundshme, edhe mendova që zgjedhja ime do të përkrahet nga gjithë deputetët. Pra, rrugtimi im do vazhdoj në organizatën që unë përfaqësoj. Po thoni që keni diskutuar me ndërkombëtar, keni diskutuar me kryeministrin Kurti, me kausën që ju përfaqësoni, a keni diskutuar në partitë opozitare, a ju kanë thirrë në telefon, a keni thirrë jo për me siguru votat, do me thonë a keni pas biseda edhe me ta, me kreun e PDK-s, LDK-s dhe AK-s? Kam vendosur 10 pas dite, të më tonë ka qenë momenti i fundit, thash mase janë shpenzuar gjitha propozimet e mundshme në parlament, që i keni ndjekë gjithë ju, edhe koha për me bashkëbisedu me partitë opozitare ka qenë e limituar. Po, ka pas shkëmbime, jo direkt, po përmes individëve të ndryshme që kam bisedu, edhe mbi gjitha, dua të them që gjithë partitë opozitare më njohin si person. Unë ekzistoj që nga 99 në këtë vend, kom vazhdu me bashkëpunu me gjithë lidert politik prej momentit të krijimit të institucioneve të Kosovës dhe kam menduar që kjo periudhë kohore e shkurtër sa është më jep mundësinë që ata me kuptu që unë thjesht po bëj këtë lëvizje për hir të vendit. Cili ka qenë diskutimi përmes njerëzve individëve të tjerë? Natyrisht diskutimi ka qenë përkraja në relacion me zgjedhjen e presidentit edhe e kam kërku votën e tyre. Megjithatë, mendoj që qëndrimet e tyre kanë qenë qarta, ata si them kanë thonë fjalë miradije, kanë vazhdu me më përkra si individ, po i kanë pas qëndrime të mëhershme që nuk kanë lëviz nga ato qëndrime. Nëse e keni zgjedhur pikërisht ambient për me mbajt konferencën me qenë se nuk është se u zgjedhët presidente dhe kush janë partnerët ndërkombëtar, nëse mundu me di specifikisht që që kanë kërkuar kandidimin tuaj për presidente? Ambienti pse u zgjedh? Ne ka zgjedhur Arlindi, por ja them sinqerisht, unë këto i vi për shoqërisë civile, nuk kam ende nuk jam në pozicion me vendos për ambientet, po e them me sinqeritet plot. Ndërsa partner ndërkombëtar, nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilët unë bashkëpunoj dhe më suportojnë tani sa vite. Këtë propozim ma kanë bërë edhe ma herët, para se me vendos, edhe kom thonë jo, se kom mendu që ka me pas zgjidhje politike me krejt lëvizjet sa e në bërë në parlament. Pastaj sot kam qenë edhe me ambasadorin Amerikanin kontakt, kanë përru për guximin që e kom marë, unë veç jam gruje guximshme për Departamentit Shtetit Amerikan,
Mirë po, fakti që s'kishte quorum, natyrisht që edhe ndajti ky moment, unë dua t'ju them gjithë deputetet që kanë qëndru edhe më kanë votu, faleminderit, jam shumë mirënjohëse. Është hera e parë që po e marr këtë sfidë, falenderoj edhe kryeministër. Uroj që zgjedhjet të bëjnë një zgjedhje të qëndrueshme. A do të Faleminderit. A do të pranoni ta bëni shishman? Kthehemi në studio, Kasolli, pati pyetje të vazhdueshme të gazetarëve, kërshëri legjitime, Absolutisht. profesionale dhe për raportet që kishte më herët, mbase siç e thatë ju me opozitën, si erdhi propozimi për të si doli nga marrëveshja ose vetë nga zoti Kurti në çastet e fundit e kështu me radhë për ta, si më thon, për ta goditur opozitën, për ta nxjerrë praktikë të kryer. Dhe pa çështje tjera se kishte mbështetje angleze, kishte biseduar amerikane etj. Unë për aq kohë sa këtu nuk i kam tavolinë, nuk preferoj të ajo tha që do të vazhdoj të merrem me karrierën tëm jashtë politikës. Po, tash kjo përpjekja që ti mbeshet ti mbeshet mbështetja e saj, do thotë disa superfuqive, unë këtu nuk i marrë në tavolinë, për shkak se nuk i kam ato fakte, ato janë deklarimet saj, nuk kemi ne deklarimet të ambasadave amerikane, ambasadës britaneze që të njëjtit kanë qenë mbështetës siç ka ndodhur me rastin e Atifete Jagës që ka qenë e qartë mbështetja që i ka ofruar në atë kohë ish ambasadori del dhe ajo është bërë presidente me marrëveshje politike ndërmjet 80 vota. 80 vota është bërë me marrëveshje ndërmjet qeverisë, ndërmjet ish kryeministrit Thaçi, Isa Mustafës dhe liderit të AKR-s në atë kohë Bexhet Pasulli. Procedura për zgjedhjen e Atifete Jagës ka shkuar krejt ndryshe. Çdo që ka ndodhur pas janë marrë vesh. Pas janë marrë vesh. Ne kemi ditur për emrin e Atifete Jagës. Nëse vetëm kur ka dalë që këto subjekte politike kanë konsensus plot për këtë lloj emër, por që ka qenë evidente që ka pasur mbështetje e komunitetit ndërkombëtar. Mbështetje të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkohë në këtë rast ne kemi vetëm deklarime të njanshme se ka ekzistuar kjo mbështetje ndërkombëtare, mirë po këto nuk mund t'i verifikoj, nuk u përgjigj edhe mjaft qartë edhe plotësisht qartë në pyetjet e gazetarëve zonja Rushiti si edhe pikërisht deri te ky propozim, ashtu si kundër që nuk u përgjigj nëse do të jetë mbase në u përgjigj, por mbase la nuanca se gjithë ardhmja e saj mund të jetë në një bashkërrugtim me zotin Kurti. Jo, edhe mund të mos përgjigjet mirë, por me faktin që në këtë moment do thotë ata janë pajtuar që ta zhvillojnë bashkë këtë betejë politike, pa marrëveshje politike. Pa marrëveshje politike, kjo e përcakton tashmë afinitetin e saj me zotin Kurti. Mund të mos antarësohet, e të mos marrë librisë partijake, kjo temë tjetër që ta certifikojë edhe formalisht mbështetjen politike, mirë po nuk mund të mohohet fakti që tashmë ajo si e tillë shihet që anon më tepër nga zoti Kurti. Ne mund ta pranoj legjitime, mund ta pranoj arsyetimin e saj se ka shpresuar duke marrë parasysh raportet e mira edhe me subjekte tjera opozitare që të njëjtat do të bindeshin për emrin e saj, mund ta marrë edhe se të mirë qenë edhe këtë lloj interpretimi i mirë, por paraprakisht e njëjta është dashur që nëse jo drejt për drejt zoti Kurti ta verifikoj sa ekziston një lloj mbështetje e këtij politike nga këto subjekte dhe të përfshihet në këtë, sepse kjo mund të ketë kosto personale për të përfshirje në këtë atmosferë të shkurtan e kemi edhe deklaratën konferencën që pat mbrëm vetë zoti Lumir Abdixhiku në holin e Kubanit Kosovës. Pasi gjithçka u qartësua. Regjia. Atëherë më lejoni t'ju falenderoj edhe një në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, juve mediat, për punën e palodhshme në shfaqjen e gjendjes reale dhe politiket të institucioneve të Kosovës. Është një përmbyllje e rëndë e një procesi të zgjatur edhe për 34 ditë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese pa ndonjë sukses, sepse në thelb kishim një parti politike dhe një kryetar të saj, i cili në njërin anë është i pangopur me pushtet, i do të gjitha, e në anën tjetër është i paaftë të arrijë kompromis minimal. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 15 sosh,
kanë qëndruar me plot gatishmëri dhe bindje për të dhënë zgjidhje stabilitetin institucional të vendit. Është kërkuar konsenzus, kemi marrë pjesë në takime. Është kërkuar emër, kemi dhënë dhe mundësinë dhe emrin për president. Na janë kërkuar në shkrimet, janë ofruar ato në shkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si quorum për një president që ata e qunin karate. Ne Vjosën nuk e shohim si quorum për presidentin e tyre që tashmë i kishte votat e tyre, e shohim më shumë se kaq, si presidentin denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk e dhanë nga lëvizjeve të vendosje. Sonte, ndër tjerash, u pa dhe një keqpërdorim institucionit më të lartë të vendit, të kuvendit, në mënyrën se si udhëheq ky proces me një monolog një partijak natyrshëm, me gjuhë çoroditur gjatë gjithë ditës nëpërmjet konferencave për shtyp, që më së paku të lënë shajën e bashkëpunimit e idesë për konsensus. Gjithsesi, tani jemi në fazë të zgjedhjeve. Në këtë fazë, LDK-s dhe mua na takon të bëjmë bashkimin e madh të së djathtës brenda LDK-s. Dhe në këtë bashkim të madh të afrojmë gjithë njerëz të mirë të kësaj republike që e ndërprejnë këtë marrëzi institucionale të një partije dhe një individi që është i pangopur me pushtet dhe është i paaft të bëjë minimalisht diskutim me palë të tjera me përfaqësuesit e popullit të tij. Edhe një herë, Vjosën nuk e deshtën, nuk e votuan. Besoj që populli i Kosovës do të ketë mendim ndryshe për këtë çështje. LDK do të udhëheqë procesin përgatitor për zgjedhjet e ardhshme, do të vijë me një listë shkëlqyeshme dhe me një alternativë serioze për stabilitetin institucional në fazën e ardhshme dhe le të shpresojmë të punojmë gjithë bashkërisht me qytetarët e Kosovës që kemi institucione stabile që pas pothuajse 15 muajve pengesa. Nuk ka rast në historinë e Kosovës dhe më besoni, s'do të ketë më që një parti me 51% nuk arrin të krijojë stabilitet institucional për një çështje siç është çështja e presidentit, duke pasur kandidat, duke pasur mbështetje, duke pasur matematikisht zgjidhje, por duke mos pasur gjën e vetme, pra aftësinë për zgjidhje. Të drejtë për përmendet listën e shkëlqyer që thotë do ta bëni përgjigje të jashtëzakonshme, a do të jetë pjesë e asaj liste edhe Vjosa Osmani si kandidate LDK-s për presidentin? Për këtë çështje, besoj që shumë shpejt do të flasim, sapo që të kemi diçka konkrete, por unë jam i bindur se me qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta dojë. Dhe populli i Kosovës do të vendosë se a dëshiron Vjosa Osmanin presidente të Republikës. Po tani mos ta donte LDK-ja, do ta propozonte si emër. Ka gjatë edhe kandidate për kryeministre? Me siguri do të jetë dhe mund të jetë kandidate për presidente, po për këtë çështje në lejoni që diskutojmë të, me qenë se s'është subjekti sotëm prezent këtu, nuk është as korrekte, du ta pyesni atë. Ajo çfarë do të bëjmë ne si LDK, është do të bëjmë bashkimin e madh të së djathtës brenda LDK-s, për dhe një alternativë serioze për vendin, për mos pasur skena si sonte çfarë i pam, për mos pasur tentim qartë që përkundër mungesës të quorumit nis procesi votimi dhe kështu provohet përmbysja e rendit kushtetues. Unë mendoj që këto gjëra duhet të vinë në një fond të përhershëm dhe vendi, Republika e Kosovës nis një seriozitet institucional çfarë duhet ta ketë dhe i takon ta ketë këtij vendi të ri e demokratik. Zoti Abdigjiku, fillojmë nga e fundit. Zoti Kurti nga hapësirat e presidencës në një konferencë bashku me zonën Rushiti, ai ju quajti jo shtetëror dhe jo institucionalist në mungesë të juaj në seancën për zgjedhjen e presidentit. Si përgjigjeni kësaj dhe si do të arsyetoni gjatë fushatës që i keni bojkotuar seancën për zgjedhjen e presidentit? Ne nuk kemi as qasje, as mendësi jo shtetërore, përkundrazi kemi një njeri i cili ka
treguar dhe dëshmuar me çdo veprim të vetin politik dhe ekzistencial në qeverisje që është në gjendje të përmbysë gjithçka, edhe Kushtetutën edhe rendin demokratik të Kosovës, por në anën tjetër mos harroni LDK-ja s'mund të jetë makineri votuese për ambicjet e Albin Kurtit. Pra ne me 15 deputet nuk mund të japim diçka që Zotit Kurti si ka dhënë as populli i Kosovës. Që një parti të ketë gjitha institucionet e veta në kontroll të vet, kjo s'është as demokratike as bindje ideologjike lidhës demokratike të Kosovës, prandaj konsideroj që është akt patriotik i secili qytetar të Kosovës të punojë për një demokraci përfaqësuese të popullit vet, konfort vullnetit politik shpërfaqur nga qytetarët e vendit. Ne kemi refuzuar dhe refuzojmë të bëjmë quorumin për të realizuar Zoti Kurti një projekt të tij që as se kuptojmë, por që në thelb tregon edhe mungesën e ngopjes politike të tij, por edhe paaftësinë për të thequr. Shqiptoni, një njerëz që ka 51% vërtet, që shpërdoron kaq shumë vullnetin qytetar, është e pa kuptim të krijojë një situatë të tillë na dërgoj edhe njerëz dhe kur i ka pasur gjitha. Pra, së paku ai ka pasur një parti politike që i ka shkuar në takime, ka dëgjuar me kujdes. Ka qenë e gatshme për kandidat konsensual në fillim, i cili nuk arriti ta prezantoj. Më pas kërkoi 3 emra nga LDK-ja. Ne thamë s'kemi nevojë për 3 emra, sepse kjo garë nuk është kompromis, dham një emër. Më pas i kërkoj nënshkrimet, i prezentuam nënshkrimet, dhe në fund kërkoj që kandidati i LDK-s të bëhet pjesë e garës së 2 kandidatëve. Për një president që tashmë kishte votat që siç tha ai janë 63 për atë. Tani nuk kemi kandidat që Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ta zgjedh presidentin, por ne kemi pasur një kandidat serioz për presidentin e vendit, edhe këtë kandidat me siguri që populli i Kosovës do ta vlerësojë. Pas këtyre akuzave dhe kundër akuzave që po shohim në sysh si LDK dhe Lëvizjes Vetëvendosje, a shihni ndonjë mundësi bashkëpunimi të shfaqur natyre pas procesit të ardhshëm zgjedhor, qoftë për ndonjë koalicion të mundshëm qeveritar ose edhe për çështjen e presidentit? Por besë me konferencat e sotme, me gjuhën e sotme politike, veç një gjë është e qartë. Në Shqip e thonë ra ky mort e i pam, për Kosovën ky mort ka ekzistuar tash sa kohë. Fatkeqësisht po duhet të shohim edhe një herë për kuptuar se sa i vështirë është ky bashkëpunim. Pra si mund bashkëpunosh me dikë që hedh helm e vërejr kundër partive politike të gjithave, për arsye se i dën gjitha pozitat për vete. Por Zoti Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet t'i shpjegojnë popullit të Kosovës se pse nuk patën gatishmëri të votojnë, jo ta bëjnë pjesë të garës Vjosa Osmanin. E fundit. Ka frym edhe me partitë të tjera, të cilat deri më tani kanë qenë në opozitë, për shkak që është patë që ka qenë një opozitë paksa e përçar, jo shumë unifikuese për ta zgjidhur këtë. Opozita opozita është funksion cilin të ushtron këtë institucion këtu. Partitë politike janë ndara, kanë programe ndryshme, orientime ndryshme, ndoshta kanë qenë mirë dhe partitë tjera të propozojnë kandidatë të tyre. Ne pra besojmë se kandidati ynë ka qenë më i miri. Pra besojmë që kandidati ynë ka qenë jo vetëm dallueshëm më i miri se të tjerët, por që do të gëzonte edhe mbështetjen më të madhe qytetarëve. Dhe jam i bindur që qytetarët do ta vlerësojnë kandidatin tonë më së miri se gjithë pushtetet. Ju faleminderit edhe një herë për punën e jashtëzakonshme që e bëni. Vjojmë emisionin këtë analizë me kolegun Kasolli. Si zoti Abdigjiku dhe PDK mjaftua me një komunikat nëse më ta them ashtu, që lëshoj pas mesnatit. Ta tuan si një fitore të madhe. Kushtetuese, por tani kishin edhe betejë tjera të fituara. Por janë njëjtat parti, të cilat kanë deklaruar se heqin dorë nga adresimi i projektligjeve të qeverisë, të cilat mund të përmbajnë shkelje kushtetuese, janë të njëjtat, do thotë, që kanë abdikuar nga detyra për të mbrojtur rendin kushtetues, për shkak sepse po kalkulojnë që është kalkulimi i tyre që adresimi i tyre po rikthehet në favor politik të pushtetit. Kjo e vendos të kontradiktë shumë të madhe këto subjekte politike që këtë ngjarje quajtën fitore kushtetuese, por që të njëjtat janë pajtuar që mos adresojnë në gjykatë kushtetuese projekt ligji të qeverisë Kosovës, madje duke e miratuar
edhe një projekt LSI për byrën shtetërore, cili do të shihet, ka shumë probleme sa i përket dimensionit kushtetues, sepse qeveria nuk i ka marrë në konsiderat sipas ekspertëve, do të kemi këtu një ditë ndonjë ekspert të analizojë me vëmendje, që nuk i ka marrë në konsiderat të gjitha vërtetjet e gjykatës kushtetuese, nuk i ka inkorporuar, nuk i ka përmirësuar dhe këto subjekte janë pajtuar që ta votojnë një ligj të qeverisë i cili përmban qëndron në antinomi me normat kushtetuese, vetëm që të mos etiketohen politikisht nga lëvizja vetëm. Kjo do thotë të bën hipokrite këtë interpretim të tyre. Ndërsa ajo këtë çka poshte Lumer Abdigjiku është tashmë i njëjti, e ka quar flamurin e bardh, është dorëzuar politikisht dhe vetëm shpresë ka që atë nga situata e pa shtekdalin në cilën gjendet mund ta nxjerr Vjosa Osmani, sepse tha domethënë shpresa e vetme dhe e fundit e tij është që mbase Vjosa Osmani mund ta nxjerr, sepse tha asaj vetëm populli i Kosovës do t'ja rikthej lavdin, pavarësisht që se don Albin Kurti, jo Lumer Abdigjikut, Vjosa Osmani populli i Kosovës do t'ja rikthej lavdin, do të në këtë drejtim ajo që nxori mbrëm, do thotë, në sipërfaqe sa i përket liderit të LDK-s ishte pranimi disfatist i tij, sa ai ka dështuar ta sfidoj zotin Kurti dhe flamurin e bardhë ka dorëzuar duke mbeshur stafetën e rezistencës Vjosa Osmanit. PDK ndodhet një handicap tjetër. Tash sa vite ka thonë. Tash sa vite dhe për PDK-n për shkak se jemi në një momentet finalit një betejë shumë madhe, shtetërore, politike, historike, pra do të jemi në pritje të atij vendimi dhe unë jam në këtë situatë mund ta mirë kuptoj edhe konfuzionin e Partisë Demokratike të Kosovës, sepse me njërin sy janë nga Haga, me njërin sy janë këtu. Vendimi atje do ta qartësoj një herë për gjithmonë edhe të ardhmen e Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë do të jetë vendimi atje? Ai do t'ia jap vulën se çfarë kohje do të marrë Partia Demokratike e Kosovës. A do ta rigjallëroj apo do ta ringjall vetveten apo do të përballet edhe PDK-ja me sfida të serioze të brendshme politike nga mënyra se si do të jetë bilanci përfundimtar në Hag. Shihemi këto ditë, siç jemi parë natyrisht çdo ditë. Tash edhe në emision edhe këtu ku punojmë bashkë Kasolli për të bashkëndarë me publikun çdo pikpamje, mendim bazuar në shprehjen e lirë. Tash rridni do të kemi punë për të analizuar fushatën elektorale sipas gjitha gjasave, s'mbetet hapësirë tjetër për diskutim. Natyrisht edhe tema tjera, mirë po kryesisht jam i bindur që tashmë ajo që do ta predominoj diskursin publik gjatë ditëve e muajve në vim ka të bëjë kryesisht me fushatën elektorale që në thelb dhe në përmbajtje nuk dallon asgjë nga fushata elektorale e dhjetorit të vitit 2020 e vitit të kaluar. E tëra do të fokusohet tek kërkimi, do të jetë një fushatë gjuetisë së shtrigave, kush është fajtori i madh dhe kush është viktima e madhe. Mbi këtë postulat do të orientohet kryesisht debati politik dhe publik për të kërkuar votën para qytetarëve të Kosovës. Kjo në planin racional është fatkeqësi, mirë më vesh, ne kemi edhe në fund vitit kaluar, kam thënë këtu, nuk zhvillohen konkurenca se cili subjekt politik do ta bëjë këtë investim, këto investime kapitale, cila parti politike ka afërsi më të madhe me investitorë perëndimor, e të cilët do të krijonin një dinamik tjetër ekonomike. Por kush është fajtori dhe kush është angeli, kjo do thotë jemi në këtë terren fatal për jetën e qytetarëve të Kosovës, por ne nuk mund ta ndrojmë realitetin politik çfarë e kanë imponuar këto parti dhe po gjen mbështetje tek qytetarët e Kosovës. Do thotë kjo është gjendja ku jemi dhe ne duhet të operojmë me atë vokabular i cili e përshkruan këtë realitet të zymt shoqëror dhe politik. Të falenderoj Kasolli dhe në fund fare ftojmë shikuesit të qëndrojnë dhe me tutje për ndjekur deklarimin që pati vetë edhe shefi grupi parlamentar të AK-s, zoti Besnik Tahiri. Këtu ndahemi, shihemi nesër. Atëherë, të nderuar përfaqësues të medjave, lejoni fillimisht të shpreh vlerësimin e lartë për punën që ju po bëni, për faktin që ju sonte jeni në kuvend, me qenë me ne për të përquar mesazhin tek qytetarët e Kosovës. Dashur qytetarët e Kosovës, ashtu siç e pat sonte përfundoi edhe epizodi i fundit i një filmi thriller, i një kohe e cila me të vërtet
se cilin qytetar të Kosovës është duke u mbajt në ethe. Sonte, edhe në episodin e fundit, pra edhe në seancën e fundit, Kryeministri i Kosovës e përdori respektivisht e kesh përdori foltorën duke e goditur skajshmërisht opozitën, duke u mundu me hudh fajin tek subjektet politike opozitare në një gjendje bukur dëshpruese dhe bukur tronditse të cilën e solli vetë në Kosovë. Pra, edhe sonte u shpreh mlefi cili buron nga nevoja e tij me marrë dhe me pas pushtet. U fol shumë edhe për pushtetin e votës, por në asnjë moment nuk u fol për përgjegjësinë që populli i Kosovës me votë ja ka dhënë partisë të parë. 66 deputet, 51% nuk ishin të mjaftueshme për të arritur një marrëveshje, një dakordim për një president unifikues. Kjo është përkeqësardhje, është përdhimje. Mirë po, ajo që dua të them dhe që dua të adresoj sot është se sot shpëtoi demokracia në Kosovë, e cila është fituar me mund, me sakrificë dhe me shumë gjak. Pra sot fitoi Kosova. Sot nuk ju nënshtruam diktatit të numrave. Në fakt, sot ne e zbrapsëm një opcion politik i cili ishte recidivist në shkeljet kushtetuese. Padyshim që ky është një moment bukur sfidues për gjithë ne, vendi po shkon në zgjedhje, sot jemi këtu pranë flamurit të Aleancës për Armiqin e Kosovës dhe të Kosovës të ndashur, themi se ky do të jetë edhe momenti i rikthimit të madh të Aleancës për Armiqin e Kosovës, një rikthim i fuqishëm, një mobilizim i madh, i cili vjen nga besimi ynë të drejtën tonë, por i cili po ashtu vjen edhe nga qëndrueshmëria dhe nga fakti se në asnjë moment, në asnjë rrethon, nuk u dorëzuam edhe kur u munduam të nënçmohemi. Ju falenderoj shumë. A dikush ndonjë pyetje? Jo, falenderoj shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.